Hirësi, vëllezër dhe motra, kur lutemi, shpirtin nuk kërkon që të dëgjohet thjesht si një zë në përerësir. Kërkon që ta ndjej Zotin, por do që të ndjehet dhe prania e vet. Duam të ndjejmë se po i flasim një personi që është ati i pranishëm, që dëgjon dhe reagon. Jemi qenie psikosomatike. Duam që gjërat e padukshme të bëhen edhe të dukshme, dhe që të dukshmet të prekin të padukshmet, që prekja të bëhet lutje dhe lutja të na prek. Duam që të gjitha shqisat tona të mbushen me pranin e personit që duam, si fëmia që i prek dorën nënës për të siguruar se ajo është ati. Prandaj edhe ne, kur lutemi, kërkojmë Zotin, që është person, që është i kudo pranueshëm. Të gjitha shqisat tona vihen në punë dhe në rrethin shoqëror. Dëgjimi sjell besimin, shikimi edhe nuhatja ofrojnë dëshërimin. Prekja sjell sigurinë dhe shija bashkimin. Shqisa që vepron si provë e reales është prekja. Prandaj, nëpërmjet prekjes, kalojmë edhe shprehjet më të fuqishme të dashurisë. Një përqafim, një puthje, një shtrëngim dore, e njëjta gjë vlen edhe për shprehjet e fuqishme të dhunës, një shikim plot urrëtie apo një goditje. Nga puthja e Judës deri te prekja e Thomait, të gjitha kishin një pikë të përbashkët referimi, trupin e Krishtit. Nga njëra anë, puthja e Judës e mbushur me hipokrizi dhe urrëtie. Nga ana tjetër, prekja e Thomait plot shpresë, apo edhe nga zëllimi i Maris plot me frikë dhe nderim kur pa Isuin me trup të ngjallur. Të gjitha këto dëshmojnë se qenia njerëzore dëshiron që ta prekë Zotin. Nuk e kupton se ai ndodhet kudo, por do një pikë referimi, do që ta doj ashtu siç di ai, me trup dhe shpirt, me shikim, prekje, fjalë, lot dhe heshtje. Prandaj edhe Perëndia u bë njeri jo vetëm për shkak të dashurisë që ka për ne, por sepse kështu edhe ne mund ta duam siç dim dhe siç dëshirojmë. Pra, për të pranuar edhe shprehjen tonë të dashurisë në mënyrë që dim. Kështu, për këtë arsye Krishti Biri Perëndis na ofroi trupin e tij, na e la si pikë referimi brenda kohës dhe hapësirës sonë në histori, e ofroi si ushqim në kungimin hinor, e ngriti kur u ngjit në të djathtë të Atit, kur u ngjit lart në qej, ai ngriti bashk me veten edhe natyrën tonë njerëzore, duke hapur për ne rrugën e hinëzimit. Gjithçka që ne donim në thelb, pra bashkimin me të, kontaktin, praninë e tij të dukshme, na e dha të plot. Trupi i tij u bë tempulli i takimit të Perëndisë dhe njeriut, u bë urë nga toka në qiell, u bë ushqim, dritë dhe shpresë. Ndoshta kjo ishte edhe dëshira e grave miroprurse, atë mëngjes të së dielës, që me mirot shtrënguara në krah rëndnin të preknin trupin e Isuit, qoftë edhe të vdekur. Rëndnin, ta preknin dhe të shprehnin për herë të fundit gjithë dashurinë, gjithë respektin e tyre, gjithë dëshirën e zemrës për trupin e atij që aq shumë e donin.
Nuk mundnin as të flënin, as të qetësoheshin. E gjitha qenia e tyre kërkonte lutjen e prekjes. Për to nuk kishte problem që ishte natë dhe nuk shihnin. Nuk ishte problem që trupi ishte i pajet dhe i ndante hendeku i vdekjes. Nuk ishte problem që ndodhe i pas një guri të madh i fshehur në thellësitë të tokës. Madje nuk shqetësohesin as që ai ruhej nga 20 ushtar të armatosur. Ato duhej që ta preknin për herë të fundit, që ta mbulonin trupin e tij të vdekur me miron e dashurisë së tyre të përzier me lotët. Shprehja e dashurisë është e fuqishme jo kur mbetet thjesht ndjenjë, po kur bëhet veprim. Kur Isui do darkonte në shtëpinë e Simonit, ai e qortoi mikpritësin, sepse nuk ja shprehu dashurinë me larjen e këmbëve, me puthjen apo me vajosjen e kokës. Zoti na qorton kur e duam gjoja për brënda, pa u kthyer kjo dashuri në vepra konkrete. Edhe ashtu siç Krishti pranonte çdo prekje dashurie, madje thuajse sikur ta priste, kështu edhe ne jemi të thirrur të mendojmë vazhdimisht për këtë prekje dhe të kërkojmë atë. Prandaj, siç tham, ai mori trup që të na përqafoj e ta përqafojmë, që të na flas nëse i flasim, që të na prek dhe të na shëroj nëse e prekim, qofte dhe vetëm cepin e robës së tij. Dhe për këtë arsye, na la kungimin hinor, misterin më të lartë, trupin dhe gjakun e tij që ofrohet në kishën të gjithë atyre që përmes pagëzimit janë zotuar se do të përkasin atij, se do të vdesin e do të ngjallen bashkë me të në një lidhje që të i kalon prekjen dhe bëhet bashkim mistik. Këtë dhurat të kungimit hinor duhet ta kuptojmë dhe ta nderojmë. Me përgatitjen e dur, pendim, rrëfim, pajtim, por edhe të gëzohemi në të me lavdërim dhe falënderim ndaj Zotit. Nëse prekja fizike është një shprehje e thellë dashurie, atëherë sa hir më i madh i përshkrueshëm është bashkimi me trupin dhe gjakun e birit të Perëndis, sa gëzim të pashpreshëm që ofron, thellësia e tij varet nga besimi ynë. Nëpërmjet shijes dhe ushqimit, ne nuk ham vetëm për të jetuar materialisht, ham trupin dhe pim gjakun e Krishtit për të ngjallur bashkë me të. Me rezet e para të diellit, gratë miroprurse, vajtën para varit dhe pan gurin të rrokullisur, pushtetin e krerëve të poshtëruar dhe vdekjen të vdekur. Lindjen e dritës materiale e paraprin lindja e dritës së ngjalljes, dritën e diellit të asaj të diele e paraprin lindja e ditës së tetë. Trupi i dashur i Isuit, të ngjallur, i mundi të gjitha, sepse kushdo që kërkon të prek Zotin me dashuri, do të marrë më shumë se mund të marrë me mend. Të dashur vëllezër dhe motra, pas ngjalljes Krishti nuk ju shfaq marrë miqve të tij, por vetëm atyre që e donin dhe do ta donin. Nuk u ngjall për të bindur, por për të mbushur me gëzim ata që e duan. Vetëm këtyre ju zbulohet Zoti. Të tjerët, ata që nuk e duan, nuk do ta shohin kurrë dhe nuk do të ekzistojë kurrë për ta. E ashpër kjo, por e vërtet. Prandaj, mos presim ta shohim për ta dashur, por le ta duam për ta parë, ta prekim dhe të bashkohemi me të. Në kishë jetojmë vazhdimisht këtë mister të dashurisë ndaj Zotit, me të gjitha shqisat tona, duke pritur gjithmonë atë trup që ulet në të djathtën e Atit dhe garanton triumfin
përfundimtar të gjithë atyre që dëshirojnë të jetojnë përjetësisht me të në mbretërinë e tij. Amin.